kam thënë gjithmonë që ka një mungesë autorësh në treg, shumë pak autor. Televizionet e mëdha e mbajnë me 2-3 autor, bëjnë 10 emisione, domethënë është unë gjithmonë them njerëzve që nëse doni punoni në televizion, punoni për producent autor sepse edhe leku nuk është keq, edhe pun ka, sepse kërkohen gjithmonë. Kështu që është e vështirë, është goxha sfidë. Tash që fillova dhe programin tim, për shembull sot unë shkruaja një monolog, po përgatisja monolog për programin tim, se fillova dhe unë. Ndër të tjera. Më ka rënë dera 10 herë. Në çdo sekond hapej dera, në çdo sekond dhe unë urreja çdo njeri që hynte. Kushdo qoftë ai. Jo urreja me shpirt. Jo vura një letër pastaj thashun mos hyni. Sepse në çdo sekond hapej dera thashun Zeza unë fillova tash se futa në të shkruar dhe unë aty dua qetësi. Që është e vështirë, por që unë dua të krijoj një ambient me njerëz me të rinj që të bëhen një lloj mënyre të bëhen self-sufficient, pra të bëjnë gjërat vet. Domethënë edhe më pëlqen shumë kur ka ditë që unë nuk e di fare që është bërë diçka dhe është bërë shumë mirë. Po pse ka shumë programe? Pse ke zgjedh ka shumë programe? Dalin njëkohësisht, a nuk mendon që është pak e vështirë që njerëzit të memorizojnë fytyrat? Unë jam Salioni dhe nëse s'na keni bë akoma subscribe në jo veç kullera në andale.al ju ftoj të aboni sepse kemi podcaste sa më të bukura në vazhdim.